Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjen më të fundit. Pas një periudhë të gjatë kohore të heshtur, më shumë se 6 muaj, sonte në një këngë që unë në fakt u pata paralajmëruar edhe më herët që rikthimi i gjestit do të jetë një dedikim, dhe realisht ashtu ndodhi. Rikthimi i gjestit ndodhi të jetë një dedikim për gjën më të shtrenjtë në jetën e tij, për Eldionin. Kënga Kujtimet, e shkruar në gjuhën anglisht Memories, domethënë e përkthyer në gjuhën shqipe Kujtimet, është një këngë e cila i dedikohet dashurisë të madhe që gjesti ka për Eldionin. Mungesës të madhe që gjesti së bashku me familjen ka për të, dhe në fakt është një këngë që gjesti e kishte thënë edhe në Instagramin e tij që e kam ndjerë ta shkruaj me fjalë të shpirtit, një këngë që më ka marrur shumë kohë. Vetëm shpirti i tij e din se çfarë dhimbje ka. Vetëm zemra e tij e din se çfarë trishtimi ka. Unë publikisht dua ta falenderoj për këtë këngë të bukur, sepse kjo këngë prekën edhe familje të tjera. Ka shumë familje shqiptare që kanë humbur të bitë e tyre dhe në këngën Kujtimet shumë e gjejnë veten. Gjesti dukeshte që kthehet shpirt thyer, dukeshte që kthehet me një gjysmë bosh të vetes së tij, por me një armë të fortë që ëngjulli nga qielli, ashtu siç ai e ngriti kokën lart, tashmë është pranë gjestit edhe do ta ndihmon. Realisht emocionohem kur flas për të, por unë dua ta mbyll me këtë gjën që gjesti na tregoi edhe një herë se dashuria mbetet në shpirt, ndërsa ne për ato që i duam që dedikojmë një këngë. Rikthimi i gjestit është shumë emocional, shumë i bukur, kënga po merr një jehon të madhe. Duket që publikut i ka munguar, andaj e presim tashmë gjestin me energjinë, me pozitivitetin që vetëm ai ka ditur të tregon.